O hoxh, respekte për ty. Po për ne që s'kemi mundësi ta mbajmë gjithë agjerimin, e mbajmë vetëm natën e Kadrit. Ana quhet të rujt Allahu. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Nëse njeriu është sëmur, ka arsye. Ai pra e prish agjerimin dhe ato ditë i kompenson mbas Ramazanit. E nëse ka smundje kronike, për çdo ditë ushqen një të varfër. Ndërsa ata të cilët kanë mundësi, por nuk e agjerojnë, mosbindja ndaj të madhit Zot është mëkat i madh. Zoti na rujt dhe njeriu duhet të agjeru. Por nëse një njeri agjeron një ditë, është më mirë se sa ai njeri i cili nuk agjeron fare. Gjithsesi njeriu duhet që të punoj për botën tjetër, të punoj për xhenetin e Allahut të lartësuar. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hyni në xhenet si shpërblim për atë që ju vepronit. Prandaj me u bind Allahut, me fal namaz, me agjeru, në mënyrë që të arrijmë ato shpërblime të mëdha tek Zoti i gjithësisë.